Për ju që e humbët, ish konkurrenti i zhurmshëm i Big Brother VIP bëhet pjesë e Ferma VIP. Ja çfarë po ndodh në dinamikat brenda Fermës VIP. Sezoni i dytë i Fermës VIP vazhdon të tërheqë vëmendjet e dinamikat e saj. Midis debateve, lojrave dhe surprizave, mbrëmjen e fundit është bashkuar Fermës një konkurrent i ri. Bëhet fjalë për ish konkurrentin e Big Brother VIP Kosova, Visar Demanku ose Gani Gërmia. Hyrja e tij u prit mirë nga konkurrentët e tjerë dhe u shoqërua me të qeshura, teksa kujtojmë se Ganiu ishte një ndër konkurrentët më favorit për të fituar atë edicion të Big Brother VIP. Megjithatë, ai doli për shkak të veseve të tij, alkoolin, depresionin, si dhe sjelljeve jo fort të bukura afër fundit të qëndrimit në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova. Ganiu nga ana tjetër që me të hyrë ka filluar ngacmimet, por edhe shakat e tij karakteristike, teksa këtë vit Ferma VIP duket se ka marrë përkrahjen edhe të shikuesve. Kjo pasi edhe në regji, ndryshe nga viti i parë, ka qenë shumë më lartë, por edhe në prezantim Luana Vjollca duket se ka rrëmbyer zemrat dhe kjo gjë shihet edhe me ndjekësit. Plot 200.000 ndjekës ishin në prajmin e fundit duke ndjekur live, teksa edicioni i prajmit të fundit ka shkuar në më shumë se 500.000 ndjekës. Shifra e rekord këto për një televizion si Vision Plusi, i cili e kishte humbur stafetën e top 2-shës në këto vite të fundit. Ferma VIP këtë vit ka futur edhe shumë banor nga shqiptarët e Maqedonisë së Veriut dhe të Kosovës, duke dashur që ta shpërndaj më shumë në shqiptari këtë edicion, i cili është premtuar nga organizatorët se do të jetë një konkurrent i denj i Big Brother VIP.